vetëm. Kemi parasysh që Vučići bëri vizitat e fundit duke takuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, 2 liderët e Europës së Bashkuar, por edhe ka thënë që do të bëjë një vizitë në Washington. Dhe në fund, duke përfunduar, dua të them që Turqia është një fuqi tepër e rëndësishme për Ballkanin, sidomos në ekuilibrat që mund të prishen nga agresiviteti ose politikat revizioniste të Turqisë, të Rusisë edhe të Serbisë në rajon. Ajo e ka shprehur hapur që ka interesat e saj në Ballkan. Dihet që do të jetë një forcë që do të pengojë çdo lëvizje, qoftë kjo dhe ushtarake, për të rritur dhe rikthyer zonat e influencës serbe. Prandaj edhe elementët politik në Shqipëri dhe në Kosovë kanë bërë marrëveshje me Turqinë duke quajtur si një aleat natyral në një moment të vështirë, sidomos në kohën e sotme ku bota nga dita në ditë po bëhet më multipolare me interesat të ndërfurura dhe kështu me radhë. E qartë, në fakt, me të drejtë krahasonin në këtë mënyrë, zoti Nesho, por duke ditur që sot nga këto që thatë ju dhe që janë thënë që tash e sa ditë, pra ne para vetës kemi një ndarje në 2 bloqe, Drizan, dhe 2 bloqe që sa pora i spjegove, Aleancat Ballkanike kush me kë bëhet, por dua të di nga te ku do të rreshtohen miqtan, të zëm, por edhe Evropa, Amerika specifikisht, por edhe Turqia që nuk i ka lënë kur anash edhe interesat me Serbinë, në kuptimin që nuk e kam fshehur këtë, e ka bërë edhe në mënyrë të transparente. Sa përket Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të themi që do të mbetet një observer i zhvillimeve, por impakti duke parë përballë zhvillimeve që janë duke ndodhur dhe tani me potencialin një konfliktit më të hapur, më të drejtpërdrejt ekonomik, aty kufir ekonomik që potencova me Kinën, pra do të mbetet me një vështrim mbi zhvillimet, por impakti drejtpërdrejt në terren do të varet nga shtetet anëtare të këtij rajoni që do të ballafaqohen. Pra, çështjet janë interesante të pyesemi për një element krucial. Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut nuk i potencova për arsye është e qartë. Mehmet Zenka, politikan i Unionit Shqiptar Demokrat në Malin e Zi, para 2 ditë ka potencuar që elementi pro-serb, pro-ros, po tenton me çdo kusht ta shkëpus orientimin strategjik të Podgoricës në drejtim të shnjohjes së Republikës së Kosovës. Në anën tjetër kemi tensionin brenda... Kishim edhe tabelat e reja në Malin e Zi ku Peja, qyteti i Pejës, portretizoi me shenë e Republikës së Kosovës. Kroni, kjo mund të jetë një element që nuk çon ndonjë korrektje, po jo, desha të pyes, a lidhen këto dyja me njëra tjetrën? Duhet kuptuar se çdo element i cili e përshkruan një mozaik të tërën, duhet merret përballë. Maqedoninë e Veriut, po të jap hapësirë dhe bashkëbiseduesve, e shohim një potencial të një konfliktit më të ashpërt mes komuniteteve. Konflikt mes komuniteteve? Mes Macedonëve dhe Shqiptarëve në atë pjesë dhe aleanca e mundshme, para se të kemi ndonjë zhvillim eventual në Maqedoninë e Veriut, të Bullgarisë me këtë me këtë treshën, kroate, shqiptare dhe të Kosovës, do e fuqizonte elementin shqiptar atje. Duke jashtu kësaj edhe faktin e njohjes së komunitetit bullgar, të cilin e ka kërkuar ky komunitet brenda Maqedonisë dhe pikërisht si do të ndryshojë realisht gjërat në terren, Drizan, edhe kjo pikë. Para se dalim tek zotri Veliu. Padyshim që njohja e komunitetit bullgar brenda konceptit kushtetues. Çfarë ndodh me demografinë e Maqedonisë? Do ndryshonte bukur shumë demografia dhe që komuniteti Maqedon nuk do kishte me patë primatin. Do ta merrin shqiptarët automatikisht? Do të jetë ekuivalent, pra Maqedonët dhe shqiptarët, do të mos themi që shqiptarët do të jenë me ndonjë 5% e vendon mbi Maqedon, mbi popullatën aktual maqedonase, me qenë se një pjesë shumë e madhe e popullatës maqedonase kanë dy shtetësinë dhe njohin veten më shumë si bullgar sa si maqedon. Jo rastisht e ceku zotri Veliu, zotri Drizan, dhe do t'i kushtojmë një pjesë të veçantë pjesës së Malit të Zi. Pam një fotografi ku shi qyteti i Pejës, tabela orientuese për Pejë që proklamonte Pejën si qytet serb. Kjo edhe gjithashtu duke ditur
edhe atmosferën aktuale, si mendon ti, pse ndodh një gjë e tillë, po e përgatisin opinionin publik kështu me hapa të vegjël për një njohje të Kosovës Mali i Zi? Po, unë mendoj se periudhën e fundit përveç fronteve apë të hapura që tani më pëshien nga të gjitha anët, është duke u punuar nga vendet të ndryshme e sidomos nga Rusia me investime shumë të mëdha në rajonin e Ballkanit, duke përfshirë këtu edhe Kosovën dhe Shqipërinë. Pra janë duke u bërë investime në prishjen e qetësisë dhe stabilitetit që po mbretëron në Ballkanin e Brisht. Është duke u bërë shumë punë e madhe në këtë drejtim. Mirë po, kur themi të Mali i Zi, ne e dim shumë mirë se në Mali të Zi kemi një qeveri pro-sërbe apo tërësisht sërbe, nga një kryeministër sërb, i cili fillimisht kur mori detyrën e tij, ai premtoi se që raportet e Malit të Zi me Kosovën do të mbesin, do të qëndrojnë ato siç kanë qenë dhe nuk do të diskutohet çështja e mosnjohjes së Kosovës. Kjo e ka bërë qeverisja në Malin e Zi, e ka bërë që Mali i Zi, por edhe në anën tjetër Maqedonia, sikur në qeverisje të kishte socialdemokratët të cilët humbën zgjedhjet e kaluara, unë jam më se i sigurt se me kryeministër Abazovicin, por edhe me qeverinë socialdemokratike në Maqedoni, pjesë e aleancës Kosovë, Shqipëri, Kroaci, do të ishin edhe Mali i Zi dhe Kroacia. Mirë po, në këtë rast ka bërë ndryshime politika. Një gjë të tillë apo ndryshime të tilla mendoj se do bëhen edhe në anën tjetër të marrëveshjes që është duke u diskutuar, që ende në fakt nuk është e arritur në mes të Serbisë dhe Hungarisë, por është duke u diskutuar. Po unë e them se do të kemi ndryshime të mëdha edhe në atë pjesë,